Zoti Dyshniku, a mendoni se Berisha dhe Edi Rama kanë frikë nga partitë e reja në këtë fushatë elektorale se ato mund të jenë një surprizë në zgjedhjet e 11 majit? Që do jenë surprizë, unë këtë as nuk e diskutoj. Se përveç entuziazmi që kanë, që buron nga mlefi që kanë, nga sondimi këtyre dy partive në pushtet gjatë kohës që kanë qenë pushtet, por gjithmonë politikanë të ri, njerëz të ri që pretendojnë të hyjnë në pushtet, kuptohet që janë më të pranueshëm, sepse ata nuk kanë anjoll në biografinë e tyre politike. Ndryshe janë Edi Rama me Sali Berishën, që janë provuar 35 vjet dhe nuk kanë çfarë premtojnë njerëzve. Nuk kanë çfarë premtojnë përveç gënjeshtrave. Prandaj kanë thënë që vetëm delet e partisë, njerëzit e inkriminuar dhe butollënj mund të votojnë këta të dy parti politike kryesore. Por kulmi është se në këtë lloj demokracie që flasim neve, prandaj unë them që këto dy parti nuk duhet votohen, duhet votohen të rinjt, partitë e reja, sidomos këto tre partitë e reja. Edhe unë në mënyrë të veçantë, unë them që Lëvizja Bashk e meriton të votohet masivisht nga shumica e shqiptarëve. Për atë program që ka, aq më tepër që e vërtetoi në mbështetjen kolosale që i dha 8 protestave të pensionistëve. Unë ose s'kam vretje apo këshilla për programin e kësaj partie, por në tërësi unë e gjykoj që është më progresivja, më afër interesave të popullit. Por unë nuk gjykoj se të tjerët janë një lloj si PD-ja dhe PS-ja. Janë shumë larg atyre të dyjave. Prandaj unë ftoj popullin shqiptar të abandonojë këto dy parti. Mos të mashtrohen, mos gënjehet nga një vend pune që ka djalë apo vajzë atyre si deputet, si ministër, si zëvendësministër, si drejtor, kryebashkiak etj. Jo për një cop buk të gënjehet, se nuk jemi populli i para në kohën e sundimit të perandorisë 500 vjeçare otomane. Jemi në shekulli 21. Të shikojmë që bën Evropa, si veprojnë popujt e botës për demokracinë. Shikoj ku kemi grekët tu afër, se çfarë bëjnë. Kemi serbët tu afër, se çfarë bëjnë. Po marshojnë drejt Brukselit për të denoncuar sundimin e Vučićit. Kurse neve duhet të rokasim. Është turfë. Jemi një popull që tregojmë që jemi, nuk e di se çfarë, është shumë e rrezikshme kjo punë. E kjo situatë duhet të japi një mbështetje edhe Bashkimi Evropian, nëse mendon që ka rrëzuar diktaturën komuniste, por ne tani nuk jeni prapë diktaturë, sepse vazhdon lufta e klasave dhe talloni ushqimor. Nëse ata nuk e kuptojnë këtë, nuk e shijojnë këtë, atëherë Bashkimi Evropian është kundër interesave të popullit shqiptar. Edhe kot murret që do na futin BE. Futen BE sa doshti. Në BE do futet vetëm Edi Rama me Sali Berishën. Populli shqiptar, shumica nuk ka për të futur në BE. A mendoni se ka një marrëveshje sekrete mes Ramës dhe Berishës për qëndruar në pushtet në vimësi? Që ka pas marrëveshje për 35 vjet, këtë as e diskutoj. As e diskutoj. Sepse këta kur janë opozit, këta e akuzojnë atë që është në pushtet, çfarë nuk i thonë. Nuk i lënë gjë pa akuzat, të gjitha akuzat që përmban kodi penal shqiptar dhe edhe ai ndërkombëtar. Ja numërojnë të gjitha. Ama kur marrin pushtetin, bëjnë sikur i harrojnë dhe vazhdojnë prapë bashkëpunimin me njëri tjetrin. Po mirë, kur i kuptoj unë që jam qytetar i thjesht, si kupton ka Evropa këta, edhe nuk i gjykon. Prandaj unë mendoj që ne nuk e kemi mbështetjen, sepse edhe këto delegacioni i Bashkimit Evropian që është në Tiranë, nuk ka asnjë komunikim me shqiptarët. Të gjithë organizatat jo qeveritare që paguhen nga të huajt, asnjë komunikim s'kan me qytetarët, asnjë mbështetje. Përfshi dhe Komiteti Shqiptar të Helsinkit, që unë e kam informuar për disa probleme edhe kanë heshtur. Atëherë, për çfarë duam këto ne? Pse ekzistojnë këto? Janë bërë si sekte fetare, që na vinë na fundin copë letës edhe asgjë më tepër. S'është drejt. Nuk është kjo demokracia. Ne populli shqiptar tani janë hapur kufit. Ne kemi parë dhe botën si vepron, si reagon, si ekziston, si funksionon demokracia dhe shteti ligjor.
Këtu s'ka gjikundi, këtu se ekziston fare. Këtu ne jemi në një vilajet otoman të kohës perandorisë turke. Është turp, Evropa të thotë që këtu është plotësuar, janë plotësuar kushtet për në beje. Është turp. Le të vi të shikoj këtu në Tiranë, mos të shikoj Tiranën këta vetëm te qendra në shesin Strebej, apo rruga të Dëshmorët e Kombit, apo rruga aksi nga Rinasi deri te liçeni artificial. Nuk është as Tirana as Shqipëria. Tirana thonë këta është zhvilluar Tirana. Çfarë është zhvilluar Tirana? Ka ardhur Shqipëria në Tiranë. Po pse vjen në Tiranë? Ka industri. Ku punojnë njerëzit? Lypsa janë, shitsa, kamarier. Shesin drog, shesin pisike, ka vjedhje. Ku është? Me çfarë bazojnë ta zhvillimin? Ja rritur shpijet e ndërtesave. Për çfarë ja rritur? Kush po i ble? Njerëzit janë pa punë. Kush i ble më? Shqiptarët po ikin për ditë. Ato janë thjesht justifikim edhe shplarje të pastrimit parave. Shteti hesht për të punë. Prandaj nuk është hiç e drejtë. Evropa do t'i hapi dyert, t'i hapi urdhër t'i hapi zyrat të ankohen njerëzit, të zgjidhë problemet, sepse po trashën zullumi. Në qofse këtë radhë ai Edi Rama do votohet me çfarë arsye nuk e di, po do votohet e do marrë pushtetin, Shqipëria, unë e gjykoj se Shqipëria do vejnë në katastrofë. Të mos gëzohet as Bashkimi Evropian, as ata që do të votojnë Edi Ramën. Edhe Sali Berisha, po Edi Rama që është në pushtet dhe që pretendohet të marrë edhe nga sondazhet gjoja, do marrë shumicën. Asnjë pushteti do marrë një nga partitë e reja. Si të gjykoj populli shqiptar? Unë thash, për mendimin tim, e meriton Lëvizja Bashk. Të tjerat jo se janë pa vlerë, po janë me shumë më tepër vlerë se sa dy partitë kryesore, që janë kadavra, janë të vdekura. Nuk kanë që japi vetëm asgjë popullit shqiptar. Është një lloj kur shkosh në Varreza, edhe nuk ngjallet as babaja as nëna në Varreza. Kështu edhe këta. Këta janë të vdekur. Shpirtërisht, moralisht, ekonomikisht, financiarisht. Këta duhet na vdesin dhe neve. Si mendoni, cili do të jetë roli i SPAK-ut në këto zgjedhje, duke qenë se do ngrej një task force për të monitoruar procesin zgjedhor në mënyrë që të shmangen krimet zgjedhore? Shiko, kjo masë që po merr SPAK-u nuk është detyra e SPAK-ut. Ne nuk jemi regjim ushtarak. Se tani po ja lëm SPAK-ut gjitha. SPAK-u kontrolloi të korruptorit, hajdutët, mafiozët, tendrat, koncesionet. Atëre po qeveria për çfarë është? Po pushteti vendor çfarë është? Ata vith edhe të merret SPAK-u. Atëre ata të votojnë për SPAK-un, nda qeverisë vendin. Edhe ti ke qeveria të shporrat. Edhe perëndimi që i ka dhënë këto udhëzim SPAK-ut, kontrolloj, jo se s'duhet të merret me këto probleme, po duhet dikush, një organ shtetëror ta akuzoj, një parti politike duhet të bëj akuzë të SPAK-ut, jo të shkoj SPAK-ut të shpërndahet. S'është e drejtë.